tek fëmijët e vegjël ka filluar të vihet më në dukje problematikat cervikale. Siç thash më pak më parë, posturat kifotike kanë bërë që shpeshherë fëmijët të marrin një qëndrim jo të duhur, edhe përqindja më e madhe e grup moshave 9 deri në 16 vjeç kryesisht është e iniciuar nga prindrit. Dhe kjo është diçka për të përgëzuar, sepse janë ata iniciatorët e bërjes së konsultës së parë kryesisht nga ana estetike. Por nuk duhen lënë pas dore edhe realisht problemet tek fëmijët të cilët fillojnë me rëndesa mrapakoke, me mpirje të krahut dhe gjithashtu me atë gungën që del te pjesa e qafës që shpeshherë e shohim në moshat e treta, por që tani ka filluar të ulet në moshë. Edhe zakonisht femrat ndonjëherë anashkalojnë me një flok të gjatë ose me një mënyrë qëndrimi, por realisht deri në momentin që ajo bëhet jo vetëm estetike, por edhe problematike.